Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Shkova në Gjermani për punë, por më kthyen mbrapsht si kriminale. Nuk e kisha menduar kur se një vendim i marrë në 5 minuta do të më ndryshonte komplet jetën. Unë quhem Vilma, jam 29 vjeçe dhe gjithmonë kam qenë ajo vajza që punon shumë, por që mezi arrin të paguaj qira në një dhome të vogël në Tiranë. Pas një viti të mbushur me zhgënjime, rroga të vonuara dhe premtime boshe, vendosa të largohem. Gjermania dukej si e vetmja shpresë për një fillim të ri. Një të diele pasdite, një shoqja më tha se kishte një vend pune gati në Frankfurt, pastruese në një hotel të madh. E sigurt e rregullt me kontratë, më tha ajo. Në atë moment nuk doja të mendoja shumë, e dija që më duhej ndryshimi urgjent. Shita gjithçka që kisha të tepërt, mora një kredi të vogël dhe preva biletën. Ndjesha sikur po fluturoja drejt një jete më të mirë. Nuk e dija që po fluturoja drejt një makthi. Teksa dola nga aeroporti, aty nuk më priste askush. Më kishin thënë që një menaxher do të më merrte me makinë. Ora kalonte, temperatura binte, telefonata e tyre nuk hapej. Unë me valixhen në dorë, vetëm në një vend të huaj. Më në fund, një burr rreth të 50-tave me sy të ftohtë më tha: "Vilma?" "Po, unë jam." Më mori pasaportën për të parë numrin dhe nuk më kthye më. E kuptova që diçka nuk shkonte, por nuk guxoja të bërtisja. Ai më hipi në një furgon të vjetër dhe nuk dukej fare si makinë hoteli. Ndalesa e furgonit nuk ishte në hotel, por para një ndërtese policie. Burri që më kishte marrë më futi brenda dhe u shtuk. 2 oficerë më rrethuan sikur të isha në një trafikante e famshme. "Pse jeni në Gjermani? Kush ju solli? Përse nuk keni dokumente?" Zëri mu drodh, unë isha vetëm, pasaporta ime nuk ishte me mua, nuk mund të provoja gjë. Në kompjuterin e tyre doli se emri im rezultonte i lidhur me një grup të dyshuar që sillte punëtore pa leje. Nuk e dija kush kishte përdorur emrin tim, kush kishte firmosur për mua, apo kush kishte përfituar. Nuk më lanë të flija, më morën në pyetje për orë të tëra. Nuk më prekëm, por sjellja e tyre të bënte të ndihesh e keq dhe e pafuqishme. Më trajtonin si dikë që po gënjente me vetdije, ndërsa unë mezi merja frym nga frika. Atë natë nuk qava, thjesht nuk kisha më forcë. Të nesërmen më futën në një avion. Më shoqëroi një police gjermane që në fund me një ton të butë më tha: "Nuk dukesh njeri i keq, je njeri që të kam përdorur." Ajo fjali më theu. U ktheva në Tiranë si ndonjë fajtore me vetëm një letër në dorë ku shkruaj se nuk mund të hyja më në Gjermani për 3 vite. Më priste vetëm turpi, pasiguria dhe boshllëku. Po familja, ata menduan se kisha bërë ndonjë marrëzi, supozuan. Ndërkohë që shoqja që më gjeti punën u zhduk nga faqja e dheut. Unë isha ajo që mbeti. U deshën muaj të tërë që të flija rehat natën. Çdo trokitje dere më shtynte të dridhesha. Fillova të punoja në një dyqan të vogël rrobash vetëm për të mos mbetur në përmendime. Por e vërteta doli vet. Policia shqiptare njoftoi se kishte zbuluar një grup që përdorte emra vajzash për të hapur kontrata të re me punë jashtë shtetit. Emri im ishte në listë. Nuk isha as e para, as e fundit. Më thanë se nuk isha faj, nuk isha kriminale. E dija, por më duhej ta dëgjoja. Nuk e kam braktisur idem për një jetë më të mirë jashtë, por tani jam më e zgjuar. Nuk besoj më premtime boshe. Nuk i lë njerëzit të luajnë me ëndrat e mia. Dhe kur ndonjë e re më shkruan në rrjetet sociale: "Vilma, a ja vlen të shkosh në Gjermani?" Unë i them: "Po ja vlen, vetëm nëse rruga është e pastër, sepse një rrugë e gabuar mund ta kthej ëndrrën në akuzë."